Pak më në fund propozoi Joni Ketën për kreun e Byros Kombëtare të Hetimit, por mënyra se si u arrit në këtë pikë ka lënë pas një hije të fortë dyshimi. Komisioni i drejtuar nga Altin Dumani, Arben Kraja dhe Behar Dibra e zvarriti procesin për gati 3 muaj, pa asnjë arsye të qartë, duke mbajtur peng një nga pozicionet më të rëndësishme të luftës antikorrupsion. Sot papritur emri i Ketas doli si më i vlefshmi nga listat prej 7 kandidatëve, mes të cilëve edhe efektiv policie, hetues të BKH-s dhe një prokuror. Emri i tij tani shkon KLP-s, që pritet të vendosë në 2 dhjetor 2025, por në prapasken flitet se kjo ka qenë një zgjedhje e paracaktuar. Burime nga drejtësia thonë se Dumani e kishte preferuar Ketën prej muajsh dhe përplasjet me ish drejtoreshën Aida Hajnaj kishin pikërisht në qendër kontrollin e BKH-s. Fakti që SPAK e la institucionin 3 muaj pa drejtues dhe tani e shtyn emrin tek KLP pak ditë para zgjedhjes së kreut të ri të SPAK më 11 dhjetor, e bën të gjithë këtë afërsi datash të duket më shumë si një lojë influence se sa një garë reale. Në dhjetor pritet të mbyllen 2 emërimet më të rëndësishme të luftës kundër korrupsionit dhe mënyra se si u zvarrit ky proces hedh hije serioze dyshimi mbi atë që po ndodh pas perdeve. Faktet flasin troç. Artur Metani ka kthyer Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë në koloni familjare. Nga 101 punonjës, plot 58 janë me lidhje gjaku, shoqërie apo pazari politik, të futur me konkurse qesharake dhe me firmën e vet Metanit. Ndërkohë që ILD kërkon më shumë staf për vitin 2026, Metani mban 19 vende vakante prej muajsh. Enigma që ngre pyetjen e thjeshtë, për kë po i ruan këto karrige me rroga 1700 deri në 2000 euro? Kabineti i tij ka 9 këshilltar, por ai ka mbushur vetëm 5 nga 20 inspektor, ka emëruar 10, ka lënë bosh vende në statistika, metodik dhe në drejtori, përfshir postin e drejtorit. Dhe kjo në një institucion që pretendon se nuk përballon dot punën. Institucioni do duhet të luftojë abuzimin në drejtësi, sot është vet laboratori i tij. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë e Edi Ramës si një organizatë kriminale të strukturuar, ku zyrtarët përvetsojnë masivisht fondet publike. Berisha kërkoi me urgjencë rikualifikimin e veprave penale dhe denoncoi mungesën e përgjegjësisë për humbjet kolosale në buxhetin e shtetit. Ai shtoi se qeveria Rama po vepron si një grup i strukturuar kriminal, duke shmangur ndëshkimin e personave të përfshirë. Hetimi i SPAK për vrasjen e Fatbardh Licit ka përfunduar dhe 4 të pandehurit Behar Bajrović, Safet Rustemi, Astmer Bilali dhe Erja Ago do të përballen me drejtsinë. Ata akuzohen për vrasje me paramendim në kuadër të një grupi kriminal, mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe përkraje të autorit. Ngjarja ndodhi më 10 gusht 2018 në Shkodër, kur Lici u qellua jashtë lokalit ku pinte kafen, pas konflikteve të mëparshme për kontrollin e territorit. Drejtësia po vjen, por kujt i trembet Shkodra tani? Ka 2 ditë që një sasi prej 300 kg eksplozivi të llojit poladin dhe amonit, së bashku me detonator Emulex 1, ka hyrë nga Shqipëria në Kosovë, por ngjarja mbahet e fshehur nga policia, gjithashtu edhe mediat. Eksplozivët u kapën ndërsa 2 persona udhëtonin me një furgon, por deri tani nuk ka asnjë njoftim zyrtar për origjinën, qëllimin apo pasojat e mundshme. Ekspertët paralajmërojnë se fuqia shpërthyese e këtij materiali është 2 herë më e madhe se tritoli, që u përdor në atentatin ndaj gjykatësit Giovanni Falcone në 92-shin, duke e bërë potencialin shkatërrues ekstrem. Sasia e madhe e eksplozivëve industrial të paregjistruar tregon për aktivitet kriminal dhe jo përdorim industrial. Në sfond, aksioni i Reneas në Fusharrës u amplifikua si justifikim, ndërkohë që hetimet mbahen të fshehta. Analistët dhe partnerët ndërkombëtar dyshojnë për lidhje të mundshme me elemente radikale, teksa mediat e brendshme flasin për një mungesë parapërgatitje të policisë dhe heshtje politike, veçanërisht në prag të vizitës së kryeministrit në Katar. Pyetjet mbetet të shumta: kush i ka porositur, kush i ka shitur dhe për çfarë do të përdoreshin dhe sa kushtoi kjo kontrabandë e rrezikshme? Ngjarja tronditi vendin dhe vendos alarmin për sigurinë në rajon. Minatorët e Bulqizës zbulojnë 2 ftyrësinë e Kol Nikolajt, kreut të Konfederatës së Sindikatave, i cili prej 25 vitesh bën pazare me pronarët për miliona lek, duke braktisur interesat e punëtorëve. Ai u përpoq të zhvaste para nga kompania turke Tete Albania, por u refuzua dhe tentoi të sajonte protest duke përdorur edhe emrin e Zotit. Ndërkohë vilet luksoze në Himar, Lales dhe Kavaj, suita 220 metër katror në Tiranë dhe udhëtimet jashtë vendit janë dëshmi e pasurimit të tij me paratë e punëtorëve. Minatorët dhe punonjësit e kompanive publike e kanë kuptuar tashmë, Kol Nikolaj nuk është sindikalist, por xhambaz që shet interesat e tyre për të ruajtur pushtetin dhe lukset e tij.
Policia e Lushnjës ka shoqëruar 25 persona pas atentatit ndaj Julian Sulës, një emër i njohur për konfliktet me bandën e Aldo Bares, mes tyre dëshmitar që ndodheshin pranë vendit të ngjarjes, por edhe individ që njihen si armiq të 45 vjeçarit. Sula nuk e ka ndihmuar hetimin, s'pash asgjë, vetëm dëgjova krismat, ka deklaruar përparatuesve. Ndërkohë që policia po kontrollon kamerat dhe po verifikon makinën e djegur të gjetur me një pistolet brenda në fshatin Licaj. Atentati ndodhi paraditën e së martës pranë stadiumit të Lushnjës, ku autorët e maskuar qelluan me brëshëri nga një automjet në lëvizje, duke plagosur në këmbë Julian Sulën. Hetimet po zhvendosen drejt konfliktet të tij të hershëm me grupet kriminale të zonës. Sot Shqipëria kujton tragjedinë e tërmetit 6.4 ball që goditi vendin më 26 nëntor 2019. 51 persona humbën jetën, mbi 3.000 u plagosën dhe mijëra familje mbetën pa çati, ndërkohë që qytete si Durrësi, Thumana dhe Laçi u kthyen në simbole të dhimbjes kombëtare. Megjithse janë shpenzuar mbi 800 milion euro nga buxheti dhe donatorët, shumë familje ende jetojnë pas tre të sigurt. Në spital, 85 pallate të ndërtuara mbeten bosh, ndërkohë që disa ndërtesa të dëmtuara janë kthyer në strep për përdoruesit e narkotikëve, duke krijuar shqetësim për komunitetin. Rindërtimi pati kontraste të mëdha, projektet e menaxhuara nga donatorët u përfunduan, ndërsa ato të financuara nga shteti mbetën të zvarritura. Qytetarët vazhdojnë të presin premtimet e pambajtura, teksa dhimbja dhe pasojat e tragjedisë mbeten të gjalla edhe pas 6 vitesh. Bashkimi Evropian ka akuzuar hapur Serbinë se po shkel marrëveshjen e Ohrit, pasi Beogradi përmburret se po mbyll derën Kosovës në Interpol. Ivica Dačić ka deklaruar se Kosova nuk ka gjasa të antarësohet kurrë, duke konfirmuar se Serbia po saboton procesin, pavarësisht se marrëveshja e detyron të mos kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. BE-ja e thotë qartë, kjo është një shkelje e pastër e Nenit 4, por kur vjen puna te ndëshkimi, heshtje. Disa shtete anëtare po shpërthejnë në pakënaqësi, duke e quajtur këtë qasje të pabalancuar, sepse ndërkohë që Komisioni mban në fuqi masat vetëm ndaj Kosovës, Serbia ndërkohë ka marrë edhe pagesën e parë nga plani i rritjes, ndërsa Kosova nuk ka përfituar asnjë cent, pasi nuk ka ratifikuar marrëveshjen e kredis. BE-ja paralajmëron se çdo pagesë e ardhshme do të lidhet drejt për drejt me zbatimin e marrëveshjes së normalizimit, por ende nuk ka përgjigje se çfarë ndodh kur Serbia e shkel hapur. Jared Kushner, ish djali i shtëpisë së bardhë dhe arkitekti i marrëveshjeve të Abrahamit, nuk u tërhoq plotësisht nga politika pas 6 janari 2021. Ai ngriti fondin Affinity Partners, ku Arabia Saudite dhe Katari derdhën miliarda, ndërsa vet Kushner u kthye papritur në skenën për rindërtimin e lindjes së mesme. Nga Gaza te Ukraina, Kushner në tandem me Steve Witkoff negocion armëpushime, prezanton plane merre ose lëre dhe përdor parat si diplomaci. Trump e quan inteligjencë të tij, ndërsa ekspertët paralajmërojnë për një konflikt gjigant interesi. Biznesi privat që paracakton paqe dhe luftë. Metoda Kushner harroi historinë, shiko përpara, por Vladimir Putin nuk harxhon lehtësisht, historia ka peshën e vet. Tensioni SBA-Venezuel po shpërthen në nivelet e reja. Donald Trump i dërgon Nicolas Maduros një paralajmërim të ftohtë si çelik, ke rrugën e lehtë ose rrugën e vështirë. Analistët e lexojnë si ultimatum të hapur për shefin autoritar të Caracasit. Nga ana tjetër, Maduro vishet me uniformë ushtarake dhe i thërret turmat të mbrojnë vendin nga agresioni imperialist, duke luajtur rolin e Bolivarit të shekullit të 21, ndërsa SBA përforcon praninë ushtarake në Karaibe, zyrtarisht kundër kartelit të drogës, që Washingtoni thotë se lidhet drejt për drejt me Maduron. Trump me tone kërcënuese dhe të paqarta. Nuk do t'ju tregoj qëllimin, ju duhet ta dini vet. Një mesazh që tingëllon si paralajmërimi i fundit për regjimin e Caracasit. Këngëtari i njohur shqiptar Shpat Kasapi është ndarë sot nga jeta, duke lënë pas një boshllëk të madh në skenën muzikore dhe në zemrat e mijëra fansave. I njohur edhe për këngët e tij të suksesshme dhe praninë e ngrohtë, Kasapi u bë një figurë dashur e estradës shqiptare që në vitet e para të karrierës së tij. Lajmi i trisht është konfirmuar nga familjarët e artistit, të cilët kanë kërkuar respektimin e privatësisë në këtë moment të vështirë. Prej vitesh në skenë, Shpat Kasapi la pas një repertor të pasur me këngë që u këndua u Duart Trokit në të gjitha trevat shqiptare. Ndërkohë, pas lajmit të humbjes së tij kanë reaguar politikan nga të gjitha trojet shqiptare, artistë dhe figura të shumta politike, duke e cilësuar Kasapin si një ikon të skenës që do të mungojë. Sot muzika shqiptare humbi jo thjesht një artist, por një zë që shënjoi një brez të tërë. Shpat Kasapi do të kujtohet për buzëqeshjen, energjinë dhe për muzikën e tij që mbeti gjithmonë pranë publikut, ngushëllime familjes dhe të gjithë atyre që e deshën.